Besoj që kam përdorur se të nominoa se erdi koha me të nominu. Besoj që kam përdorur si arsye se... No, kanë përdorur arsye më u justifiku. Që zgudzojnë e kalëzu të amen. Po, me thënë, labi, du dali, du që të dali labi. Po se unë vla shumë... Se ke arë në fund. Unë ata thashë një gjerë të arditi, ju ka ardit loja, për shemë, dhe vazhdojnë. Sa të historisë, përgjithso se kënë Na vërzojnë preku të. shumë, banare, Nëse të prek, hajde pëtum, me labinat. karritje, me këfletje. Kemi edhe matrona, that's something personal for ditës. Nuk se diskutoj mo me Jo, s'është personale mu, tash kom me folë. Okej, kur mo? Nuk keqen tonë. I hope so, dude. Të po njërë për me shumë Ashtë të këtë vartë për I tregova dhe Benitës që Ashtë lidhja vartë për teje. u konë qatë Vartë për teje. Që është dojnë të mine. Së në minim, kisha pas qef me dalë të. Në që të respektin për të thëmë. Thank you. No, I swear. Me pëshirët. Së më ka pëlqyve që ka bu, po që e ki bu që ki zgjidhë. Pastaj ma shumë me sa me tjerëve, se sa me njës diqka tonë, po gjë smart, bro. You know how to start, për shta më dhimesh. Like, why? Se kom përshqype që sa provoj me kryunë sot tamen. Që në minim, për vete kisha pas qef me dalë, se vjetë sa ardite. Sorry, not sorry, bro. Jo e ka këta se kanë në këtë moment. Mes të gjertë sa ardite, po. Se nëse i qetë dytë në peshore, Apo thosh ato debate me Albin e pakte një gjertë në rast të konë drejt për drejt. Jo të pakten, është ma shpo. Unë e thjesht e kom përshqypen që prej moment që kom hi, shumica banorëve së shëm kanë ngu, ku kom dosh me komenimin në sy. Në bëtim është dhe Liona, që kom najtë e kom pasë shtinë me toja, kom thonë në sy, një të farsi që më dojë. Përderi ajo ka dosh me në tërgu mu halët e sojna, në gjithmonë e kom posti vesh për ta me ngu, kërë punon me bërë sëri, më tha ju s'jepi ras me fol, që ato ju s'jepi ras me fol, ma kanë thonë këtu shumë banorë. Që përderi ti mu së më gënë në sy, për du me ta thonë një opinion, unë shkoj të lëndrimi dhe e thonë opinion që kom për ty, se e di që kom në mikrofon, që edhe është një kamerë që aty, edhe për mu së është kjo punë të nxakës si të gjona. Shpinës në di që jo mi monitorum të në kohën edhe ti kime një atë sen, ose në prajnë. Edhe fjalës po tham, vetë sot i tregoj shtok, jo ke do, ke bigun. Sot i tregoj, sot i tregoj shtok, po tham se Pozicioni i saj në rast kundrejt Albes është ndryshe nga pozicioni që mundemi me pas ne. Kushtu kam thënë, kush ta përmendni bash çështën. Unë tash më i thon kësaj, Alba, Benita, po mina në trofimit, tash më di kush reagoj, masi ke shumë në trofimit. Flas me ludoj martuar. Në se marrë vesh. po di çfarë, di çfarë kam thënë. Ama it's in your hand. Do po thonë ti i thos po. Po edhe ti e po pak kontradiktor. Se a ditë kur e pe puthe me bie më the bravo. Shumë ke bu. Thash një po gom. Thash bravo, pash am ke thonë masë na kam një femë. Nuk kom thonë që kom femë. Thash atëri ruju. S'kom thonë që kom femë. Bro, kontradiktor. S'kom femë në bu. Qoftë se s'ki femë të kohë mi kop tana. Po që është me dalë që ashtu femja jote, nuk mëj me të thonë Pra jo bravo. s'është femna jeme, ne këna ndërprej lidhjen. A di në ofendimin ma të monë se ta ka bo? Tha ti, Po ajo e ka përdor këtë sen për akmarë. ti po pëndon që ti një mu këtë femna, pëndon, do më thonë po ranë, e faktikisht femnën se donë mas shumë, ti e ki fundu mas shumë. Që ajo konë marë ronës të këta. Limi që që tha, për këta se ti e ka zonë një shqip. Tha ti po mëndon mi rujt këtë femna, që ti tha që... Ti po mendon, ti po tregon që i respekton krejt femrat, ama nuk po respekton atë që ke në krah. Unë asoj nuk i detyrona Ajo për ke gjithë ato ron. se këm kra. ke Na ron. i këna ndorë rrugët. Sot që aty u Ani, konë, shëroj, në shani dere e hapën pra ne për nuk tarmen, nominova sot. me u pajtu, na kënë të ndamë. Unë asoj si këmë bërë kur gjumë. Ato me nuk onë e pra qëse ka shkotar me vjetën, nëse më folësh Po ti vëtë kontratit, si thesë që pjesa e bje se kënë... Te nominimi shqit kontratit, do të s'kam nominu. Ti s'mu shtë nominu 10 veta, do nominu 2. Jo, në kësha mujtë ty edhe hykin. Unë e kësa morë. Bro, Së bishpush. Nan, shet stas. Edhe kushtrimi se nominova, pavarësisht pas ta folën e me limin tinza, që nominova. Please, bano korrekt. Edhe për shatë pjesën e limit se kuptova, në çfarë kuptimi e ki fjallën. Jo ke gju. Ti jo, ma shumë kisha lim, kushtrimin, ti jo. Po ti the, Gabim, mashkull si ti jo. labirët edhe kushtrimin. Ti edhe kushtrimi, ti jo. Çfarë mashkulli? Kushtrimi. Çfarë mashkulli? Ju ka gjujt, e dishti. E çfarë mashkulli ke pas fjallën për mu dhe kushtrimin? Çfarë meshku që në dhe kushtrimin? Se theci që dolqa jashtë nuk merret me meshku s'ku levnot edhe kushtrimin. Jo, e ki kupta, përshë se s'pasin. Po çashtu tha.
Nein, unë thash dolgje si dolgje. Thash do të muruj, thash kupnen me mashe si kushtrime labinotit qofë se nuk kanë interes. Jashtë nuk merret me meshkë si kushtrim. No, gabim e ke thonë. Që po shta zotën jo. Na mundu me vitë të kushtrimin. Unë kam thonë, dolgje normal, si femën, duhet murujt me nejt me mashe. Pse murujt për neve? Po, të më nëbajs një që ka folin gjinja. Qa shka dol ty? Qa shka dol ty? Unë qam dul, po normal që lidhen Po, unë kam kuptu një të puth me albës mu ba, le par zotën. Pse meshkujt siguron edhe kushtrimit, qajna na? Jo, si... Na vli për kundra se kena respektu, se kena ofendu kur. Ti po, kushtimi ka pas ma shumë. Thuaj se kushtimi ka të njët me interes, azi. Nuk e di. Unë me sajnë kushtrimin s'ka pas interes ma shumë. Është njëri muhet me pas pëlqim, me pëlqim dikush fizikisht, a me kun me pas pëlqim e kish shprej. Po je bën një çift gjithkon këtë shtëpi. Loje, se ka kallzu veten kush e ka kallzu. Mundesh me kom pak ma pasiv, mu shu edhe me kom qaj prap. Më kratë së ndalin që pik loje së vla. Edhe ka dhe diçka të keqe, Arditi. Arditi nuk po pranon kërko me folo, bro. Në kuptimin... Jo me fol që shtu si njerëzë me dhe në vendim. Sidomos kohën e fundit shoki ma i ngushti Arditit e kohën lavanderia. Nuk pranon, bro. Ka nejt veç vetë shumicën, edhe ka pas rrasës veç vetë e kom zonë vla të hongër e krejt. Të nejt vetë e krejt. That's not good. Në shtaj së shka një mirë dhe vetë. Unë nuk në njëri me hongër vetëm. Vetën. Po në i vetë me kek, sa me ciklin. Jo, non-stop hanë vetëm, me këtë drejti. Non-stop. Në këtë radhë nuk do fusi asë njëri tjetër s'do hapi frigoriferin. Pa është qa zonë. Ja, do shohë. Hajde të shojnë strategjin. Ska që do ham. Këtë 3 vakte. Me 3 vakte do i ham gjithë bashkë. Tashi nuk mujmë aty... That's not bad of lot, sa është shta një keq. Nëse të do mi hongër 3 vakte... Me do i ham gjithë bashkë, nuk ka aty hapi 3 humus, ose qanë ato. Ja, rova e më. Se kësha pitë vëllënish me da zisha sa me thonë. I të kuva Benitës më herë, me thonë Livia u konë Jo, realisht që vendosë se mos në folje kështu, thash, i du ljabit një rënd. Ajo pas ka qenë të prit, ku me gabuti. Po kur e kërkot keqen, e keqa vjen pa pik lidhje. Në gjë vllajnë ta. Unë thjesht po them se that's not a bad thing. Ka surpreza, trova surpreza. Kur jetu e kërku që të vjen kot. Qau lidhe keti me bien, asisat. Kur gjëhet, bashkë gjëhet. Po kur e kërkon, Edhe plus, ajo të pas përgjë që e kom e në realitet në Gjermanin e natë në donë, është njëri fundit që kësha prit që ma qënë si mesazhe. S'peti për ku na unë diku. U mërzita normal, se s'du me rëndu kërkon heq. Edhe fjallë që i tha, ishin shumë të forta. kënë shumë trona. Shumë të rona, qashtë. Dhe më thonë, boni mu si njëri fake, Yeah. which I'm not. Kena hongër mish, në të me hongër një... E kia këtë uthën? Aty është. Now that I know this is okay. E so për këtë pjesës puthjes, lojnë që lojnë atë pjesë nuk e justifikoj jetë, se jam single dhe puthi bashkë këndu. Po. Në kuptoj mërë se je i lirë, mërë, ta ka dhënë Zoti, jetë e bërë. Kur dikush spret për me bo një gabim, e kërkon. Energjia e çdo gjë ka marrë në atë mënyrë skandaloj. Ajo ka po gabim, për mendimin të. Ajo në qovë se me vërtet ka dashtë. Së është sen që sharohet para miliona shikuzve. Po, do të kishte pritje sa të kishte dalë jashtë. Qaja, hiç mos tani. Dio. Dio mio. Dio mio. Në do të deksa të shqitëra. Për ty s'kom kur gjohesh, mo. Se je primadona. Po, më takon të jem primadona, besoj. Të lutem. Jo. Po të kesh një cigare. Ua, unë thash të lutem, ta dish që s'kam për të kërku ma si gjë kur njeriu po të lutem me sinqeritet. Po s'kom cigare, po me pasu E pa shu thuj. Nuk kam cigare, e fundit është. A mund njëherë? Jo. Çfarë? Njeriu ta thot me mirësjellje? Të lutem, mos u tregoni arrogant kur njeriu të drejtohet si njeri tu njeri, si zemër tu zemër me mirësjellje. Çfarë komenti dhe të videos tem se ti fillove me thon primadona? Ti fillove me thon primadona kur dul klipi i ishte dashur.
Nuk mu duke Thime mi lezetshme. tonë. Po se duke lezetshme se ka shqytzu rastin paka shumë. Pauz në lidhje, në marrëdhënie. Ju pauz, po i na ndo. We broke up. Po unë mendova se përdori fjalën pauz. Se di për kujtë të dëgjova pauz, për te jem duke të dëgjova. Olba. Kur ndash për ta lënë për të marrë vesh pas Big Brotherit, i bie si kur ti ke prit Big Brotherin për pasë si do të vinë opsionet nga Big Brother, sa do kryosh lidhje, as do kryosh lidhje në Big Brother. Najna ndo. E për që s'kryove lidhje në Big Brother, ta di thush dhe Unë asoj si kom kom premtu kur gjë heq. Najna ndo se këna pas probleme shumë atë ndaja. Qa probleme shkë? Probleme mentalitet, që ajo është Gjermanë, unë jam shqiptar. Mas pojtë të shira eme është, unë e kom mendu që për shtatma me ta, po gjatë lidhës sonë 8 mujore, për afërsisht, s'është ashtë lidhë gjatë, nuk kena bashketu, nuk kena bo fëmi, nuk kena martu, e kena kuptu që me ko kanë linë probleme. Problemi i parë u konë për të ardhmen. Mentalitet, ja? Ti si e shifë të ardhmen? Unë e synoj të ardhmen time me ardhë me jetu në Kosovë, për shambull. Pa. Për ta, nuk u arën atës në konsiderat. Me u shprengull as për disa mujë, se lemo për gjithmonë. Ajo është e jetë në vetë në Gjermani, unë është e jetë në temë Kosovë. Përveç faktit që unë du me jetu në Kosovë, ajo do me jetu në Gjermani, ato linda një shumë probleme tjera, që i ka një shqiptar edhe një gjermank. Tani, tja e do në të? Unë e kum dasht me një pikë, edhe normal që e vlerësoj si njëri edhe respektoj gjithmonë, pavarësisht fjalëve që i ka thonë ajo, nuk e di, a unë di ku për shoqënisë për rrethit apo për medjave, as nuk e di pse e bën këtë gjë, se nuk është diçka që sarohet me mes miliona shikuesve. Unë nëse kisha qenë pozitë saj, kisha prit derisa ajo del, edhe e kisha saruar në sy me ta. Sa vjeç është ajo? 27. Okej, ti 27 vjeçë dhe ta bëjë në këtë lloj forme nuk është e hishme. Nuk është e hishme se ajo e boni veç për më qitë mu keq. Kjo me qitë ty keq edhe me ta dhënë fundin me ty, dhe me thënë ajo me pak fjalë ti ka dhënë duart. Fundi ka qenë. Ama jo bashkë, se keni lënë të sqarojeni pas bigut. Jo, na konë të sqarun. Po e kena pas edhe një derë hapën, si gjithmonë, kur një qift, ti i rritur, unë jam i rritur, kur një qift që ka kalu shumë mirë, ndahet, se ka shumë probleme, gjithmonë është shpresa që ndoshta gjendet një kompromis. Unë për veti kompromis, sa përket mentalitetit dhe jetës sem nuk bëj. Nëse ajo është e gatshme me bu kompromis, me armë jetu në Kosovë dhe me ju përshtat gjonave të mija... Labino, do të bëj një pyetje? Do ta bëj. Për shembull, ti që i thua saj që do të përshtatet e mentaliteti jot edhe të gjërat të tuja, po ti aja ke dhënë sigurinë dhe përkrahjen dhe mbrojtjen mjaftueshëm ti si mashkull ai saj femre që të ndihet rahat, të ndihet këtyr deri në skajet e botës? Kur na kom bashkë, ja kom dhonë, definitivisht. Se unë jam njeri që jep na shumë as lidhe kur jam lidhe me to. Çfarë ke bërë ti për atë? Kom bo gjithë shka, Olba. Për shembull, një gjë që do ta vlerësoje shumë që ti. Kom dalë mas parin kundërshtim me familjarët e mi, cilët jam kundër që unë me marrë një lidhje me të huaj, një lidhje me të huaj. Nuk e kom ngu bashkë kërkon heq. E kom bloku, e kom mbyll anën tem shqiptare, se nuk është e letë për një shqiptar që është ka që lidhën me Shqipërinë, me Kosovën, si koron, me konë lidhje me një të huaj, se automatikisht një anë të personalitetit tonë e blokon dhe nuk mundesh me shfaq, dhe thonë asoj i kom përshtat në gjdo aspekt. Herët ose vonë vjen puna që unë du me jetu jetën tem, du me jetu jetën që e kom ndërru gjithmonë. Pra tu ja ke dëshmu forcën tënde bashkullore me pak fjalë. Ja kom dëshmu, po. Edhe ajo prap ka zgjedh që ti të bësh çdo gjë si don ajo. Po. Edhe ajo mos sakrifikoj asnjëherë. Jo, ajo s'ka. Po nuk është kjo marrëdhënie. Marrëdhënia është kur të dy sakrifikojnë për njëri tjetrin. Po, kjo ka qenë arsyeja pse na ndo. Se deri me një pikë, unë e kom gjetë vetëm të bëj kompromis me sen. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Me qetësi, se këtu jena, flasim. Mos u nxito shumë. Ndjeja që thua. Jo, do. Kontrollo bazën e mikrofonit. A jena në rregull? Ku metëm të sakrificat? Të sakrificat? Po. Në një qift ku vetëm njëri sakrifikon, tjetri nuk sakrifikon, nuk ka dashni aty. Unë deri në gusht pakten, gusht, fund gushtit, shator kam fillu problemet e të para. Problemet kam fillu se unë kam fillu me i nalë disa kompromise që i kom bëhë gjithmonë. Ajo s'ka bëhë kompromise heqëm. Unë i kom përshtat mënyrës si tjesë saj, mentalitetit saj Gjerman, gjithdo sensë s'kom dash me hupa ta si femër. Kur kom fillu në mi shfaq, anë të mija, shqiptare, që du me shku ma shpesh në Shqipëri, du me shku ma shpesh Kosovë,
Ajo s'ka dashur. E mendoj me jetu në Kosovë, du më marrë me social media, me reality, ajo gjithmonë i ka kundërshtu. Ka dasht një jetë bazike, Gjermane, në Gjermani, në atë fshatin ku jetojnë ana. Dashnia nuk është standardi jetës se si jetojnë të tjerë të jetosh edhe ti njëri me tjetrin. Po, edhe pse ai person ka pas vlera për mua dhe prapë e vlerësoj dhe respektoj, une e kom jetën tem edhe du më jetu që du vetë. Lidhen rrugët pa e detyru njëri tjetrin. Lidhen vetë-vetiu rrugët, përshtateni vetë-vetiu. Dhe ndryshoni për njëri tjetrin nga dëshira dhe pasioni që keni për njëri tjetrin. Ajo me sa duke se pas ka bërë fare. Në ras ajo se ka bërë në asë një moment, se unë nuk e di ashtë vërtet kjo që thua ti, për asë është kështu si që thua, mund lirisht them që ajo nuk është se të ka dashtë realisht. Ajo të ka pa ose për interes, ose thjetë shpëlqim, ose një shka tjetër. Unë mendoj që ajo ka qenë e dashurun e mu, se dhe unë kom qenë dashurun të, po ajo thjesht nuk ka dosh me dojë për comfort zonës vetë, ka dosh me jetu jetën si një Gjermane, bazike, një jetën e saj. Po nuk ka sakrifiku ajo kur gjëvish, unë me sakrifiku për ta. Dështë ka qenë nga nga jot një pëlqim aqim ma, sa që e ke mendu se është dashni. Se e bukur po, tërhejtse po, e dashme duhet jetë po, e zgjuar duhet jetë po. Dhe ti me logike ke dasht, jo me zemër. Kur vjen puna me mendu për të ardhmen, se na jena me një mosh, i mendojnë atë ardhmen, planifikujnë atë ardhmen, unë gjithmonë e kom po veten ma shumë nga ona, nga mentaliteti shqiptar, tjetesa me jetu në Kosovë, më marrë me senin që edu mas shumë ti që është social media, content creating, edhe ajo ku në kunder gjitha këto gjana. Po, në ras ajo ka që kunder të gjërave, atë ka dhënë ajo opcione që ti ke kapacitet për më shumë? Ajo më ka dhënë opcione që kam kapacitet për më shumë, normal që po gjithmonë kuadër që mu më shduft me nejtë... Shkësh pas asaj. Me shku pas asaj. Dhe ajo asnjëherë mos me të pranu asnjë gjë të ndën. Po. Do më thonë njëre... Pak problem. Faktin e di që për hirtë parë kur kam fillu këto probleme... Po mësit mashkulli alfa në mardënje kotësht. Unë e di që kur kam fillu këto probleme, kam fillu me faktin që unë e kom pyta ta, që atërë kur dheza unë me social media, se fillova me pas shumë sukses, ftosha në për intervista, kisha shumë punë, edhe i thashe që jem ka du me shku në Kosovë dhe me jetu për 2-3 muj, apo vjen dhe ty me mua, ka thonë jo. Pse? Se nuk dënte, vinte as me mu, as nuk dënte që unë vitjet e në Kosovë. Kohën e kishtë se ajo punan me IT. Ajo kishtë mujtë me arë me bo home office, do më thonë as si provë nuk më ka ja punëcin. Prandaj se kuptoj, që është gjitha viktimizim dhe me më qitë mu keq. Ajo me sa duket pas ka dashta këtë mashkullin nën këthetra të asaj, po nuk bëhet njeriu nën këthetra. Duhet jeni dy zësh të lirë në një mardënje, që vetë vetiu bashkohen rrugët dhe destinohen rrugët. Po ka njerë nuk bashkohen rrugët, Alba. Së mos kur janë dy mentalitete... Së është dashni reale. Po kur janë dy njerës të ndryshme, që dojnë dy gjana shumë ndryshme. Të nasha e kini kohë që është koha e mujtë mjaltit. Kam kushëritë një që kanë marrë braziliane, kanë marrë italiane, kanë marrë spanjole. Edhe? Ato spanjolet, brazilianet, amerikanet, edhe që përmenda italianet. Po që ato nasha janë kondë gashme me bo kompromise për to. Respektojnë burat e tyre, që janë kushëritë e mi, në trojet tona të shqiptarve në Macedoni, dhe i zbatojnë traditat tona, respektin, kulturën, më mirë se ne shqiptaret. Pse? Sepse kushëriri im ja ka dëshmu që është mashkull i fort. Ka punu për shtëpi, ka punu për familje, është burri ndenj, është baba i shkëlqyer. Dhe kur vjen puna me shku të familjet, 2 muj, 3 muj sa i kam pushimet, ato bëhen më shqiptare se shqiptare. Normal që ka dhe shembit mirë. Se ja kanë vlerën, a më në rastin tem, e këna pos ngecjen të sarë u bo plan për të ardhmen. Na faktor që kohën kujna kohën super happy, edhe unë i kom përshtat gjonat që i ka dosht ajo, i na kohën shumë plumëtor. Po momentin që unë kom fillu me i dosht gjonat, ose me i shprej gjonat që unë i kom zemër, që është me konë sa ma ofër atë dhejot, familjes, mu merë me senet që i du mas shumë ti, na që ty këna pas problemet ma të ndoja. Edhe që kjo konë arsua pësë ne në ndo. Po kush ishte arsua që thoshtë ajo që s'donë të me ardhë? Thjesht nuk donte se ka familjen, shoqërinë, rrethin, punën i ka në Gjermani. Për të njëjtë arsye, unë du marrë në Kosovë. Është pak problem. Po në rast se keni dashni reale, që unë e dyshoj këtë pjesë, se më duket se ti nga ana jote ke pas dashni me logjik, që normalisht e bukur po, e shkath po, tërheqëse po, seksuale po, dukeshte që ishte, nga gjitha anët. Po, dashni reale sakrifikon për njëri tjetrin, kurse ti ke kundërshtu familjen tënde për atë, ajo do të kishte ditë vlerat i vrej njerëzit në ftyrë. Alba, problemi është... Keq çdo që ja ceke. Nuk e fajsoj... Me dhonja posh.
Ajo. Femnës tina, po. Ama shife, ky ka kundërshtu familjen e vetë për ta Një mbajtur foto atë. mjafton. Unë mja vërejt keq së sene. Ajo, normalisht. Ana limin së keme dhe s'mu miron vjetë e vevrin. Alba, E, dhe them diçka. unë nuk e Unë fajsoj e shoh as që ato. një mashkull kundërshton edhe familjen e vetë për mu, po unë atë mashkull e ndjek në çdo hap që ai vendos për ne, e di pse? Sepse ai e ka dëshmuar që është burr i fort, punëtor i fort, që e siguron edhe çatin e familjes. A e ka po lim që ka për ty, ha? Limi? Çfarë ka bërë për mua? E ka kundërshtu familjen e vetë për ty. Po s'ka pas se ta kundërshtoja. Kjo po merr shembullin tim tash. Po marr shembullin e Labinotit. Se Labinoti ka kundërshtu familjen e vetë për çështje mentaliteti për ta pas atë. Ka luftu me familjen e vetë për ta pas atë. Ka punu fort për të pas një jetë sigurt me femrën e vetë. Tani, unë kur shoh që një mashkull lufton kaq shumë për mua sa që kundërshton edhe familjen, derisa ta bindë edhe familjen, unë atë mashkull e ndjek në çdo skaj të botës, sidomos kur ka dashni reale. Alba, Po më duket nuk e se fajsoj kjo as ato, besoj që ti është dytë këna rritë në një pikë që keni kuptuar që si jeni për njëri s'kum tjetrin. dosh me bo më kompromise për to, ose me bo kompromise për mu. Ajo, Në rast është e vërtet kjo që thot Labinoti, atëherë ky është në rregull. Po varet që është historia tamam që këta e din që s'është pjesë e jona me jo për të riso u fut në prime, edhe dul që i kam prime, për çfarë do lloj arsye nuk e di as vetë. Po Gjermani mbahen pak si për njerëz të taftë. Ajo këtë punë kish mujt me lënë me saru dhe jashtë. A më përqenë edhe shqiptarë së më ka shku menë, sidomos ta tërpojës. Ma të ftëft, oko. Tërpojës janë thjesht gjeloza në ekstrem lap. Jo, edhe gjermonat janë gjeloza, se dhe me gjelozi këm pas problem me Tërpojant to. janë familjar, po ekstrem gjeloz. Ai që bën aty sikur s'është gjeloz, ai është ekstrem gjeloz. Besom që Me rë. gjeloz, Ekstrem. gjelozin nuk e kësha definu as me nacionalitet, as me prejardhje, po thjesht ka njerës që janë gjeloz. Lap, si? E ti? Po, tani do flia për pak. Erdha që të pi cigare, Hajde. është edhe i shumë e gjeta thjeshtë çuna këtu për jashtë. Jena konë 8 muaj lidhje, kena pas një kohë shumë të mirë, se jena konë 2 në atë vizionin tonë. Ora, Alba nuk Që jam ka jetu objekti si mujt asnjëri, njartit. do të sa përdor si shprehje. Po momenti kur njeri planifikon të ardhmen, edhe 2 kanë qëllime të ndryshme, nuk funksionon ajo si lidhje. Sa do që dashnia, respekti mbetet. Shikon, dashnia Na reale shoqërinë, është ajo që shoqërinë. përputhen edhe qëllimet. E di pse? Se kur ke qëllimet dashni investovan për reale, kur ke dashni reale, edhe po ti kesh qëllimet e ndryshme, nga që don atë shumë njëri tjetrin, pa e detyru njëri tjetrin, vetë nisin ndryshojnë. Shembull, kam unë shumë dashni për njërin, në rast se nuk na përputhen qëllimet, unë nga dashnia e madhe që ndjej për atë, unë nis veti ndryshim nga pak qëllimet e mia, se realisht qëllimi Nuk është e lehtë, Alba. është një familje. Se thon kom provu mi ndryshu për 8 muaj. Më dëgjoj pra pak se këtu jena do e thusha gjë. Realisht, misioni i kësaj jete, Eja në dhomën e rrëfimeve. okay, realisht misioni i kësaj jete është një familje lumtur të lesh trashëgimi. Normal. Se punët edhe lekut janë që shkojnë e vinë, nuk i marrin varr edhe në jetën tjetër. Një familje Po, shqiptare, kom vendos. shumë bukur, më E pëlqen. provova me të huj, nuk Si dihet asnjëherë, never say never. never say never. Se të shkoj keq eksperienca me një të huaj, nuk do thotë që dashnia jote reale s'do jetë me të huaj, a? Ta shohim. Po.